Dje në ora 9:20 në bulevardin Marshall Tito në Tetov, zyrtar policor kanë privuar nga liria një 36 vjeçar nga fshati Lac, Tetov. Gjatë kontrollit është konstatuar se ai drejtonte automjetin Volkswagen Golf me targa të Tetovës pa poseduar leje drejtimi. Dje në orën 10:30 në sektorin për punë të brendshme Tetov, nga ndihma e shpejtë mjekësore në Tetov, është raportuar se në fshatin Bogovin, Tetov, ka një person të lënduar i cili kishte rënë nga qatia. Është kryer kthyrja në vendin e ngjarjes, ku është konstatuar se një 61 vjeçar nga fshati Bërvenic, derisa kryente punime ndërtimore në një shtëpi në fshatin Bogovin, kishte rënë nga konstruksioni i qatisë. Ai ka pësuar lëndime të rënda trupore dhe është dërguar në kompleksin e klinikave Nën Tereza në Shkup. Dje në orën 8:30 në stacionin policor Jegunoc, një 40 vjeçar nga fshati Janqisht ka raportuar se është shpërthyer zjarr në një shtëpi në pronësi të një 58 vjeçari në fshatin Jegunoc. Nuk ka persona të lënduar, ndërsa ekipi i njësisë territoriale kundër zjarrit e ka lokalizuar dhe shuar plotësisht zjarrin. Dje në ora 22:45 në sektorin për punë të brendshme Gosivar, një 52 vjeçar nga Gosivari ka raportuar se djali i saj, me cilin nuk jetojnë në të njëjtën familje, gjatë ditës i kishte bërë kërcënime përmes telefonit, ndërsa më herët disa herë e kishte sulmuar fizikisht. Dje në ora 21:50 në rrugën Marshall Tito në Tetov, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria një 38 vjeçar nga fshati Prelubisht, pasi ishte sjellë në mënyrë agresive dhe e kishte sulmuar fizikisht zyrtarët policor, të cilët kryenin detyra zyrtare. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të parashtrohet kallëzim përkatës. Sot në mëngjes rreth orës 3 në kryqëzimin e bulevardit Goce Delçev dhe rrugës Mara Ugrinova në Gosivar, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Gosivar kanë privuar nga liria një 16 vjeçare nga Gosivari. Paraprakisht ajo me një motociklet me targat Gosivarit ishte përplasur me një minibus të parkuar, po ashtu me targat Gosivarit. Gjatë kthyrjes është konstatuar se e mitura e drejtonte motocikletën pa leje drejtimi. Pas konsultimit me prokurorin publik, motocikleta është konfiskuar, ndërsa ndaj të miturës do të parashtrohet kallëzim përkatës.